Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, duke sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe ngjarjet më interesante. Do ndalojmë të flasim për Egli Takon, për një personazh i cili na ka bërë të gjithëve që të pasionohemi pas ekranit. Egli Tako kohëve të fundit është në shënjestër të vëmendjes të publikut, por edhe të mediave ros për daljet e saj publike. Që nga startimi në këndin e moderatores në emisionin Yes Day, Egli është më aktive në rrjetet sociale, poston më së shumti, ndan fotografi më së shumti, ndan momentin e saj dhe e përjeton në kënaqësinë që të falë të qenurit të fytyrë publike dhe figurë publike. Tani qëllimin që Egli e ka patur drejt artit, sepse arti është qëllim dhe kur ne fokusohemi punojmë me patjetër qëllim, qëllimin që Egli e ka patur drejt artit dhe për të realizuar atë ëndrrën e saj të madhe dhe për të sjellë gjëra të bukura dhe për të bërë gjëra të bukura, Egli Tako siç duket e realizoi në formën më të mirë. Ajo me arritjen e moderimit të emisionit Yes Day ka arritur që të merë shumë popularitet, ka arritur që të merë shumë dashuri dhe ka arritur që të merë shumë pozitivitet. Egli sot e ka nisur ditën me shumë adrenalin. Edhe pse jemi në temperaturat ftohta, do me thënë temperaturat kanë rënë më, nuk do të thotë që temperaturat ndikojnë tek Egli. Egli është e zjarrt, Egli është impulsive për të arritur, për të vazhduar drejt qëllimeve të saj. Do me thënë Egli Tako vazhdon pa ndaluari drejt qëllimeve të saj. Ajo punon dhe vetëm punon. Fotografia e fundit na e sjell Eglin në një formë ndryshe. Egli ka krijuar linja shumë tërheqëse në trup. Një trup fare pa bark, linja të bukura, një vajzë që çdo ditë na pasionon me daljet e saj publike, një vajzë që çdo ditë na bën për vete, një vajzë që çdo ditë na mundson që ne të shijojmë bukurinë e saj. Egli Tako sot vjen shumë e lumtur. Siç duket Egli nëpërmjet fotografive dhe mimikës së fytyrës, dëshiron të tregon që unë ja dola, unë ja arrita qëllimin tim, unë ja arrita suksesin tim dhe suksesi im ishte ky, të arrit realizoj ëndrrën time dhe pikërisht me emisionin Yes Day dhe me të gjithë artin e saj dhe në sferën muzikore, Egli Tako është shumë e arritur. Egli së shpejti do të sjellën këngën e saj, do me thënë një baladë që do të vi në vjesht, një baladë mrekullueshme, një baladë që do të na pasionojë të gjithëve dhe të gjithë do të gjejmë zemrën tonë brenda atyre fjalëve dhe normalisht nuk ndalon së punuari për emisionin Yes Day. Në fakt më pëlqen qasja që Egli ka me të qenurit figurë publike dhe daljet publike, por njëkohësisht edhe me daljet në privatësinë e saj që Egli preferon që të vishet pak më si gocë e re, ndërsa në emisionin Yes Day Egli është shumë e veçantë dhe përzgjedhen veshje shumë serioze, që do me thënë janë brenda karakterit të Eglit. Po bëjmë diçka shumë fantastike, po sjellën diçka shumë fantastike, por unë dua të marr mendimin tuaj. Si e vlerësoni ju lumturinë e Egli Tako?